Por të gjitha këto analiza enumerative e rasteve ne na vë përpara një lloj përgjegjësie të madhe sociale dhe politike. Ata që janë në bordin e shoqërisë, ata që bëjnë ligje, sistemet e parandalimit, të edukimit dhe sistemet e ndëshkimit janë në një alarm të vërtetë se çfarë duhet të bëjnë për ta përballuar krimin. Dhe unë mendoj që janë dy gjëra të rëndësishme që duhet bërë. Rasti Manzës është një këmban alarmi që do të thotë boll më. Nuk mund të vazhdojmë me rrjedhje të lirë të numërojmë krimet apo të bëjmë statistikat e kriminalitetit në shoqërinë shqiptare duke ndjerë veten të lartë, duke i larë duart si Pons Pilati nga kjo e keqe. Përkundrazi, unë mendoj që tani më duhet të ndalim këmbët, duhet bëjmë një analizë diagnostikim më të thellë të problemeve që ka shoqëria dhe të cilat nuk janë të pasgjithshme. Nuk janë të pasgjithshme. Ato kërkojnë një lloj orteku social, një lloj bashkimi të faktorëve edukativ, parandalues të krimit, të formimit, pra të shqetësimit që pse po rriten këto bisha njerëzore, të cilat po na shfaqen që në moshën e adoleshencës kemi një shfaqje të krimit minor në shoqërinë shqiptare. Po ulet mosha e njerëzve që kryejnë krime. Dhe kjo është alarmante, shqetësuese. Imagjinoni adoleshent, fëmijë, merr armën dhe vret shokun, merr thikën dhe vret shokun për arsye banale, për çështje të bullizmit apo për çështje të tjera. Kjo zëdushi ka bëj me shoqërinë dhe me gjitha këto që ju thatë, apo tek ngjarjet veçanta, element personat veçantë, është dhe pak individuale, personale, familjare, kultura, mentaliteti edhe gjithçka që ata përfundojnë fatkeqësisht në situata të tilla? Apo shoqëria e bën të tillë? Shikoni, ka një tezë universale të cilës unë besoj shumë që njeriu i krijon rrethanat, po aq sa dhe rrethanat e krijojnë njeriu. Kështu që ky ekuacioni i faktorëve social me ato individual duhet marrë në kompleks në lidhjen e tyre të brendshme, në lidhjen e tyre dialektike. Unë jam dakord me këtë operacionin mendor që ju bëni tani, që thoni si ti ndajmë, cilët janë faktorët social që gëlon kriminaliteti nga ato të personalizuara që lidhen me individualitetin dhe personalitetin e njeriu të veçantë që kryen krimi. Po sigurisht kështu është, edhe ju keni shumë të drejtë. Unë mendoj që së pari kjo që ka të bëjë me veçoritë individuale dhe me shfaqjet individuale të kriminalitetit është i lidhur me disa faktorë të tjerë shumë të rëndësishëm. Shoqëria shqiptare, familja shqiptare, shkolla shqiptare, institucionet e tjera të edukimit duket sikur kanë kapitulluar përpara nevojave të edukimit humanist të njerëzve tanë, të fëmijëve tanë, për të mos u bërë kriminal, por për të bërë qytetar, për njerëz të komunikueshëm, njerëz që dinë të përdorin instrumentat humane të zgjidhjes së kontradiktave. Më lejoni ta theksoj, në çdo shoqëri, në midis njerëzve ka kontradikta, ka konflikte, sepse marrëdhëniet midis njerëzve janë marrëdhënie interesash dhe shpesh ato interesa mund të përplasen edhe për një filxhan kafe, edhe pse më pet fejuarën, edhe pse më grabite pronën. Po problemi është si zgjidhin këto kontradikta. Ktu është ndryshimi i asaj që kërkojmë ne për formimin qytetar të fëmijëve tanë dhe ato industria e formimit, fabrika e formimit, institucionet e formimit human, solidar, qytetar të njerëzve tanë për të mos u bërë kriminal, janë edukata që ata marrin në familje dhe në institucionet e tjera që është shkolla apo institucionet i fetare tjerë. Së dyti, ka të bëjë me rrethanat sociale dhe me një lloj kakofonie që kanë institucionet e tjera që kanë të bëjnë me ndëshkimin, me vendosjen e drejtësisë, sepse shumë krime janë pasojë, duhet ta them, janë pasojë dhe rezultati i faktit që në shoqërinë tonë ka një lloj drejtësia akoma të zhbalancuar, vonesa në zgjidhjen e konflikteve që kanë njerëzit në rrugë gjyqësore, dhe kjo her pas here i çon ata pastaj edhe në vendimarrje të tilla ekstreme, siç është marrja e hakut nëpërmjet veprimeve individuale eksesive. E kuptoj. Zotëshi, kjo ngjarje, ne shpresojmë shumë që të jetë e fundit, ju e përmendët. Le të themi, jemi në atë pikë, pak ju e cekët që le të themi po derdhet kupa dhe me të vërtet është një situatë emergjente që duhet ndryrë me njerë me shumë element dhe me shumë faktor. Unë e mora si një lloj alarmi të jashtëzakonshëm nga ju. Pikoni, mua më vjen shumë keq që ka një lloj miopie sociale apo një indiferencë prej struci që fut kokën në rër dhe haron se çfarë ka lënë jashtë, që nuk e kuptojmë, nuk e vlerësojmë që kriminaliteti në shoqërinë tonë, në tërësinë e plagëve sociale që e kanë inunduar këtë shoqëri, dhe nuk janë pak, janë shumë, një pjesë prej tyre janë të natyrshme, janë të zhvillimeve intensive të postmodernitetit,
fenomenet caktuara, cilat nuk po i merr tani siç është divorci, siç është problemet që ka familja, problemet që kemi me pronat, problemet të tjera që ka shoqëria shqiptare, që janë jashtëzakonisht shumë dhe që dëshmojnë për një lloj destabiliteti ekzistencial të brendshëm të funksionimit të saj. Po kjo është një anë. Ana tjetër, ajo që mua më shqetëson është që shikimi ndaj krimit në shoqëri, diagnostikimi i krimit në shoqëri, që nga ata që janë në bordin e shoqërisë, që nga ata që merren me politika, me bërjen e politika në këtë vend,